Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona të kënë Allahut Azza wa Jall, ai është i vetmi që meriton të adhurohet, atij takon i tërë sundimi dhe i tërë pushteti, çdo të mirë që kemi e gëzojmë nga Allahu Azza wa Jall dhe lutim Allahun te baraka wa taala të na ruan dhe të na mbron nga çdo e keq. Pas falëndrimit të Allahut Azza wa Jall, pandrojnë edhe hoxhën Ahmetin, Allahu nderoft, dhe gjithë juve që jeni shkaktar për këtë tubim dhe na keni ftuar në këtë vend. Dhe lusë Allah në madhë që çdo kur që ka prezentuar, pavarësisht për nga ka ardhë, Zoti i madh ta shpëlbon me të mirët e tij. Dhe kështu në këtë formë edhe Zoti na ndëron me faljen e tij dhe me shpërblimin e tij ditën e faljes dhe shpërblimit në ahiret. Normalisht tubimet e kësaj natyre janë të karakterizuara me këshilla të përgjithshme. Janë të natyrës së asaj që në gjuhën e shariatit i thonë tadhkir apo nasiha. Sikur që Allahu xhalla wala thot: "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin." Përkujto, nga se përkujtimi u bë dobi besimtarëve. Andaj nuk është natyrës që të vjen me diçka të re, sikur që tha edhe hoxha më herët, por më tepër është natyrës që të përkujtojmë njëri tjetrin. Andaj duke pas parasysh që këtu na ka tubuar diç, këtu na ka mbledhur një manifestim i caktuar, sikur që u përmend në fillim, akika, lindja e fëmijëve të muslimanëve. Dhe duke qenë kështu të vogël këta fëmijë, duke qenë ende në ditët e para të jetës së tyre, Allahu xhalla xhelalu ka bërë që ata të bënë shkaktar të tubimeve tona. Dhe kështu e nis muslimani jetën e tij, duke qenë fëmijë të bën musliman. Dhe duke u rritur kësi faktori bëhet unifikues dhe bashkues në mes të muslimanëve. Andalusim Allahun Azza wa Jall që këta fëmijë gjithmonë të jenë shkaktar të tubimeve, të unifikimeve, të pajtimeve mes muslimanëve dhe të rënojnë të gjitha murët e mos pajtimeve që falsu janë ngritur në mes të muslimanëve. Dietarët tanë të mëhershëm, kur kanë folur për këto raste dhe kur kanë folur në këto tubime të kësaj natyre, janë munduar që të përcjellin disa mesazhe që kanë të bëjnë me fëmijët, që kanë të bëjnë me edukimin e tyre. Andaj dëshiroj që të ndaj diç nga ajo që është thënë më herët në lidhje me edukimin e fëmijëve dhe ta prezantoj këtu para jush, pasi që këta fëmijë na kanë tubuar këtë vend. Vëllezër të nderuar, ai i cili e lexon historinë e muslimanëve me plot ngallënimet, me plot fitoret, me plot triumfet që i kanë pas muslimanët në atë kohë, padyshim se edhe mahnitet me edukatën e lartë që e kanë gëzuar, mahnitet me adhurimin e madh që ja kanë bërë Allahu Azza wa Jall, mahnitet me unitetin dhe gjitha këto që ata na i kanë lënë neve në trashëgimi. Dhe në kjo mahnitje e detyron këtë besimtar domosdoshmërisht që të hulumton për shkaqet se çfarë i bëri këta njerëz të lënë kësa lloj trashëgimie që ne sot mahnitemi dhe mburremi në njëjtën kohë me të. Në qoftë se vetëm e marrim parasysh këtë që dua të flas për të edukimin e fëmijëve dhe edukimin e gjeneratave, të cilët pastaj me ndërgjegjësi dhe përgjegjësi të madhe bartën emanetin e Allahut Azza wa Jall tek brezat e arshëm, do të shohim se shumë faktorë kanë ndikuar që ata fëmijë të rriten në hajër, të edukuar në dobi. Dhe të njëjtën kohë, në qoftë se të rekëm një paralele nga e kaluara në të tashmen tonë, mund të them me plot përgjegjësi se shumica dërmuese e atyre faktorëve që në të kaluarën kanë qenë faktorë të stabilitetit, kanë qenë faktorë të edukimit, kanë qenë faktorë të rritjes normale të një fëmiu, shumica atyre faktorë në të kaluarën tashmë fatkeqësisht luajnë rol destruktiv. Prej aty në vendeve prishin fëmijët, prej aty në burimeve keq informohen gjeneratat e ardhshme. Që jep të kuptojnë se sa është përgjegjësia individuale e muslimanit në këtë kohë shumë më e lartë se sa që ka qenë në kohën e kaluar. Andaj në qoftë se në të kaluarën prindi për shembull nuk ka pasur kohë të mjaftueshme të kushtohet fëmijës së tij për shkak të angazhimeve të caktuara në këtë botë. Atë mungesë të edukimit që e ka lënë baba në shtëpi, apo atë mungesë të edukimit që ndoshta se ka mbushur si duhet nëna e tij, e ka mbushur hoxha i tij në xhami,
ose e ka mbushur mësuesit në shkollë, ose e ka mbushur ajnë shitore kur ka shku din buk të kaj, e kështu më radhë. Kështu që tërë shoqëria ka qenë mobilizuar në edukimin e gjeneratave të ardhshme. Shumica dietarë të mëdhenj, sikurse Imam Shafiu rahimullah, apo sikurse Imam Buhariu, apo Sufjan al-Thauri, gjitha dietarë të mëdhenj që na me ëndi përmendim ata, në qoftë se shikon në atë që ata kanë arrit dhe në atë që ata ka si këtë botë, ti automatikisht bindesh se për ta formu një njeri të këtil dhe tjetë kaq produktiv në këtë jetë, duhet qëndrojnë qeveri pas ti. Është e pamundshme që njeri të ketë prurje kaq të në këtë dunja. Ndërsa kur ta shohësh realisht jetën e tyre, kush ka qëndruar pas Imam Shafiut, nëna e tij e ka bajnë bisupe, e ka dorzuar tek hoxhallarët në përgjamie dhe kaq. Prandaj shumë elemente në atë kohë thash janë përmbledh dhe kanë ndikuar që këta njerëz të jenë kështu të edukuar. Sikur se thot Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, kanu yadribunana ala salati wal amana. Na rrehnin për shkak të mos faljes së namazit dhe mos përmbushjes së premtimit. Dhe ai nuk thot kush e ka rreh. Ka mundësi që ta ketë rrah baba i tij apo nëna e tij apo mësuesi në shkollë, nuk po them rrahin kuptim të dhunës, po në kuptim të edukimit. Andaj çdo kush e ka lutur rolin e vet. Ndërsa sot për shembull, prej ku prishin fëmia, fatkeqësisht prishin prej aty ku duhet të rregullohen. A nuk keq informohen në për shkolla, duke filluar nga fillimi i krijimit e mos flasim për të tjerat. A nuk shohin vajzat si duhet më uvesh në mënyrë moderne nga mësuesja që ka ardhur të mëson kulturën dhe moralin, pikërisht nga këta po prishin. Apo e kështu më radhë mos flas për burimet e shumta të cilat fatkeqësisht në vend që të luajnë role konstruktive, edukative, janë shndruar në role destruktive dhe të keq edukimit të gjeneratave të tashme. Çka nuk kupton tërë kjo vllaznia? E tërë kjo nuk kupton se sa barë e madhe të ka ty edhe mund bisupe tona. Sa duhet imi të ndërgjeshëm dhe të kujdesshëm për këta fëmijë. Dhe që në vend që tashme duke kuptuar këtë burim të këtij faji, duke kuptuar këtë burim të këtij defekti, në vend që të shndrohemi në ata që vazhdimisht akuzojnë, shajnë, fyejnë, rrethin, shkollën, ata që kanë faj për këtë punë, në vend që në këtë të shndrohemi, e që fatkeqësisht jemi shndruar, duhet që t'i braktisim ata, t'i lejmë ata, dhe ta marrim mbi supet tona përgjegjësinë e edukimit të fëmijëve, duke punuar praktikisht në edukimin e tyre. Andaj sa musliman sot i sheh, fatkeqësisht janë pasiv në rregullimin e shoqërisë së tyre. E din defektin, e din problemin, e din se e keqja po ndodh. Mirë pa tëra që e bëni musliman sot është duke vajtuar. Ta këshun pas Abu Bekrin, ta këshun pas këtë, e të shkon hoxha kështu, e të shkon xhamia kështu, e të shkon shkolla kështu, dhe kështu duke u sillur vazhdimisht në një rreth të akuzave dhe fyrjeve, rritet dhe plaket fëmiu i gjeneratës tonë. Andaj thot një nga mendimtarët islam, thot, në vend që të rrish në vazhdimsi, duke e fyer dhe shar realitetin që të rrethon, duke e shar në vazhdimsi terrin që të ka kapluar, thot ngretu dhe ndezë një qiri. Sa rrinë dhe shan terrin, ngretu dhe ndezë një qiri. Bënu individualisht produktiv. Dhe gjithmonë shikon nga këndit, unë çfarë mund të bëj. A e kam përfunduar unë përgjegjësinë time që kur dal për Allahut Azza wa Jalla të them se kjo është maksimumi që kam pas mundësi të bëj unë për fëmijët e mi. Dhe në këtë rast, më kujtohet ajo që në vazhdimsi edhe kemi ndëgjuar, ajo që ka thënë edhe Uwais al-Qarni rahimahullah, ky njeri i madh që kishte lavdruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ende pa e parë. Ky njeri s'kishte pas rast takohet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Por e kishte lavdruar pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe kishte thënë sahabeve, në qoftë se takoni dhe keni mundësi të kërkoni nga ai që të kërkon falje tek Allahu për juve bëni këtë. Dhe Omeri Maliun e kishin takuar në Arafat, duke ruajtur delet e popullit të tij të Yemenit. Sidoqoftë, ky njeri natën pasi që kishte ushqyer vetën e tij, familjen e tij me pjesën e mbetër të ushqimit që e kishte, çfarë bënte? Dilte natën dhe shpërndante fukarave të mahallës së tij, fukarave të lagjës së tij. Kur e shpërndante atë që e kishte, kthehej në shtëpi, i drejtohet Allahut në namaz dhe thonte: O Zoti jam,
atë që pata mundësi ta bëj për t'i ngop musliman të fukara e bëna. Andaj në qofë se son të dikush vdes nga musliman nga fukarallëku, mos më merë o zotë mua në përgjithsi. Andaj, a kemi bëne a që është e mjaftushme për t'i imunizuar fëmije tonë që mos të bënë pre e palavrave, legendave, shirkeve të ndryshme që u prezentuat në filmat vizatimor? A është bërë kjo e mjaftushme? Andaj çdo kush nga ri duhet tjetë i kësaj natyre. Që kështu të kemi jetën, dhe në fund të jetës tonë vëllezër të nderuar, të kemi mundësi që të lojmë emanete si kurse lanë burrat e mëdhaj. Të gjithë muslimanët janë të porositur që të lojnë vasijetin e tyre te koka e tyre. Ky vasijet nuk në kupton vetëm ndarjen e pasurisë apo testamentin kujt sa i takon, por nuk kupton përvojat jetësore që u lihen gjeneratave të ardhshme që mos të binë në gabimet e të parëve të tyre. Transmetohen nga Ibrahim ibn Ubejd, një nga dietarët e selefit të hershëm, se kur i kishte ardhur vdekja, kishte mbledhur antarët e familjes së tij, respektivisht bijtë e tij. Dhe u kishte thënë: "O bijtë e mi, po alo disa këshilla, shpeson baba që do t'ju bëjnë dobi juve." Shikoni këtë babë të përgjithshëm, të ndërgjithshëm. Kishte thënë: "Bijtë e mi, lexojeni Kur'anin dhe punani me Kur'an. Ju betom në Allahun e Madh." Duke vdeka që ju betom në Allahun e Madh, o bijtë e mi, se prej kur e kam lexuar Kur'anin nuk kam gënjur kur. I mëson bijtë e tij teorikisht, po dhe praktikisht e prezanton vetë e tij si shembull. Për sa për Allah sa të thëtë fëmijët mi, s'bën kjo, ndërsa ata praktikisht e shohin babën e tyre duke shkel në vjet të kuqe që paraprekisht u ka vendosur bijve të tij. Andaj s'bën të pish duhan e dëmshmësh, ndërsa baba e ndez në 10 në shtëpinë e tij. Kjo s'është edukatë mirëfill. Ose për shembull, e mëson ti s'bën, ndërsa kur dikush në celulare kërkon të thuaj sem këtu. E mëson të gënjen. E mëson që nëse don të jesh i gjendshëm në rrugë, duhet të gënjesh birim. Sot s'ka drejtësi, sot leti drejtësi, ato janë parime që kanë vdekë për moti. E mëson familjen e tij se nuk ke mundësi të mbjetosh biznes nëse nuk gënjen dhe mashtron. Prandaj ky njeri praktikisht u kishte dëshmuar bijvet e tij se gjatë jetës së tij kishte qenë i drejtë dhe kur nuk kishte gënjur. Dhe pastaj u tha: "O bijtë e mi, betom në Allahun e Madh, se sa kam dalë nga shtëpia ime dhe kam takuar ndonjë nga muslimanët, gjithmonë kam bartë mendim të mirë për te. Nuk mbajnë mend se ndonjëherë në gjoksin tim është mbledhur urrëtie dhe zili ndaj ndonjë muslimani. Dhe betohem në Allahun e Madh se gjithmonë sa kam takuar ndonjë nga muslimanët, ja kam dashur atë që ja dua vetes time, e ju e dini shumë mirë se njeriu ja don vetes së tij atë që është më e mira." Praktikisht ka jetuar si musliman dhe ka lënë këshilla sikurse musliman. Andaj duhet që ne fillimisht të mbështetemi në Allahun Azza wa Jall dhe të bëjmë tëra që është e mundshme. Dhe para se të kalojmë në kritikat e rrethit apo të kohës apo të vendit që jetojmë, të kthehemi dhe të kritikojmë veten tonë, të kthehemi dhe të shikojmë mungesat tona, të kthehemi dhe të shikojmë çfarë ka qenë e mundshme të bëhet e që nuk e kemi bërë e që është dashur ta bëjmë. Sulejmani alayhi salam e dini pushtetin e tij shumë mirë dhe e dini sa ka qenë i shtrirë sundimi i tij dhe sa ka qenë mundësia e tij e madhe për dallim me mjetet e kohës që ai ka jetuar. Çdo mëngjes i ka rreshtuar krijesat e Allahut Azza wa Jall që Allahu ja kishte dhënë në udhëheqje nga xhenet, nga njerëzit, nga shpezët, nga kafshët, nga gjithë janë rreshtuar dhe i kanë raportuar Sulejmanit alayhi salam. Një ditë Sulejmani alayhi salam po i shikon ushtri e madhe, paramendoni, vetëm njerëz të kishte është përgjithësi, mos flasin për xhen e mos flasin për të tjerë. Dhe një shpend të vogël të quajtur Hudhud nuk pa sheh. I vogël është, një shpend i vogël, nuk pa e gjet. Shikoni këtë kontroll në familjes së tij, përgjithësisë së tij. Një shpend nuk pa e sheh çfarë po thotë. Mali la ara al-hudhud. Çka është punem? S'pa e shoh Hudhudin, s'është kështu. Disa nga ulemat e tefsirit, kur e kanë komentuar këtë fjalë, kanë thënë se thënia e Sulejmanit alayhi salam
pse nuk përsho Hudhudin, nuk është e përkufizuar vetëm në qortimin e Hudhudit, që shpeshër na kështu e kuptojmë. Sulejmani është kërcënuar Hudhudit dhe i ka thënë, po që se kthehet pa arsye tim, do ta dënoj. Kjo është një kuptim. Por një kuptim tjetër interesant që e kam lexuar nga disa dietarë të tefsirit thotë kështu, se fjala e Sulejmanit alayhis salam përballë asaj turme të madhe krijesash, përballë asaj mundësie të madhe dhe të fuqishme të pushtetit, kishte thënë çfarë ndodhi që nuk po e shoh Hudhudin. Çfarë kuptimi? Deri dje edhe Hudhudi ishte në pushtetin tim. Edhe një zog i vogël. Pse sot nuk e kam? Mos vall kam bërë një mëkat e që Allahu xhallahu ala ka filluar ta dobson pushtetin tim atë. Shikoj këtë vetë kritik. Sulejmani alayhis salam, po çka i duhet Hudhudi? Ka pas gjin, e ka pas njerëz, e ka pas krijesa të ndryshme. Madje ka pas erën të udhton ka dhënë me të. Mirë besimtari në vazhdimsi i numëron llogarit. I llogarit dhe i numëron begatit e Allahut azza xal. Dhe në momentin kur fillon të pakohen, shikon në adhurimin e tij. Shikon në raportet e tij me Allahun azza xal. Mos vall morali, sjellja e fëmis tim, kthimi i fjalës është për shkak të ndonjë mëkati që unë e kam bërë. Andaj Sejid ibn Musayyib vëllezër thotë kështu, unë kam pjesë të ndara të natës. Kam pjesë të ndara të natës që lutem Allahut dhe i falem Allahut azza xal për këtë birin tim. E kam kuptuar edukimin jo vetëm me fjalë, por e kam kuptuar edukimin për me shëj raportet me Allahun azza xal, të mundson Allahu që të kesh fëmijë të edukuar. Drejtoji Allahu xhallahu ala mos i bën mëkat Allahut azza xal, të mundson Allahu fëmijë të ndëgjueshëm që të respektojnë, të nderojnë, ta zbardhin fytyrën e kësaj radhe. Prandaj, kjo është mundësi që gjithë na mund ta bëjmë. Ti përmirësojmë raportet me Allahun azza xal, të largohemi nga mëkatet, të edukojmë fëmijët tonë në frymën e pastër islame, me atë që kemi mundësi. Dhe pas kësaj, pas gjithë kësaj, po na mbeti mundësi dhe kohë që të kritikojmë dhe të ankohemi për rrethin, atëre është arsyeshme. I po fatkeqësisht mendoj se për shkak të rrethanave dhe situatës që na po jetojmë, po ne jemi nganjëherë një luks i tepruar. Mendoj se muslimanët nganjëherë vendit tonë përgjithësi, për shkak të rrethanave që po jetojnë, si të huaj apo si pakic, e kështu me radhë, nganjëherë kjo situatë po na llaston deri në një shkallë. Dhe ky llastim po ndikon që mos ta ndim vetëm na përgjegjës. Gjithmonë dikush na ka faj, se ne jemi të mirë. Gjithmonë dikush duhet të kryejë obligime përballë neve, ndërsa ne jemi këtë në rregull për shkak se e kemi një pamje të mrekullueshme si të muslimani dhe i kemi 2-3 informata të njëra për fenë Allahut azza xal. Kusht bësh më tepër. Sa re ke dhënë sadak 10 euro, ti japësh dhe thosh Allahut azza xal, ja Rabbi, unë po i ndihmoj këtij fukaraja që të marruash birin tim. A ke dhënë era kështu? Sa re ke agjëru, të hanë tejte dhe në iftar thua o Zot, sot na file agjërova unë që të marruash fëmin tim dhe familjen time. A ke bëu këtë ndonjëherë? Njerëz përpara janë fal, kanë agjëru për të ruajtur Allahu familjen e tij. Natën më uqu më fal, o Zoti i gjithësisë, ma ruaj familjen time. Sikur s'na ka mësuar Allahu xhallahu ala në fund të surës Furqan, a thot Allahu xhallahu ala wa ibadur rahman, rabtët e gjithë mëshirshmit janë kush? Disa cilësi ka renditur Allahu xhallahu ala. Cilësia e fundit që me të Allahu ka përmbyll cilësitë e rabëve të tij të devotshëm, cila është? Ata të cilët thonë Rabbana hab lana min azwajina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. O Zot, na knaq syrin ton me familjet tona. Dietarët e tefsirit kanë thënë, me çka knaqë syri besimtarit? Na knaq syrin duke i pa, duke lexuar Kur'anin o Zot. Na i knaq syt o Allah duke i pa, duke u fal. Na i knaq syt duke i pa pija tona të mbuluara. Na i knaq këso o Zot janë syt. Na ka mësuar Allahu që të bëjmë dua, atij të drejtohemi. Andaj, kjo është përgjegjësia jonë dhe kjo është mundësia jonë që ne duhet jemi të përgjegjshëm në raport me edukimin e gjeneratave të ardhshme, gjeneratave të reja, atyre që do të japim llogari për Allahu xhella xhelaluhu për ta. Andaj, në njëri këtyre kuptimeve ne duhet që të jetojmë vllazni, duhet që të edukohemi, të edukojmë familjet tona dhe kështu ta bartim atë emanet që hoxha tha më herët, t'ia bartim emanetin gjeneratave të ardhshme, sikur dikush na e barti neve me përgjegjësi dhe me sakrificë.
Dikush është dashur të sakrifikohet. Dhe dikush është dashur që të lodhet, që sot ky mikrofon të rrinë kështu i sigurt në dorën time ato. Kjo fat nuk na ka ardhur. Edhe pse na nuk i njohim kush në ta. Do të janë ushtar të panjohur, nuk u dihen emrat, por Zoti xhallahu ala i din ato. Edhe ndoshta edhe gjenerata arshme nuk do din për emrat tonë, as nuk do din për tubimet tona, por spaku nuk do të mungon shpërblimi i Allahu xhallahu xhelaluhu ditën e takimit me të. Andaj kjo është ajo që mendoj duhet ta kemi parasysh dhe lutem Allahun e mënduar që na ruan fen ton, që është ajo më e shenjta për neve. Dhe të na ruan Allahu xhallahu ala këtë dunja, nga se këtu është jeta jonë. Dhe të na rregullon Allahu xhallahu ala ahiretin ku është vend kthimi jon. Dhe lutem Allahun e madh që këtë jetë na bën shtim për të mira. Dhe vdekjet na bën shpëtim nga çdo sprovë dhe fitnë. Na bën faqebar dalim nga këtë dunja dhe faqebar të takojmë Allahun xhallahu xhelalu duke dorëzuar emanetin tamam sikurse duhet, me sinqeritet, me sakrificë dhe besnikëri të plotë sikurse na la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpërblet dhe bëft Allahu që këta fëmijë të rriten në hajër.